miku jem Paulin, Paul, Lipa, kam kënaqësi si bizitojmë bashkë, sinqerisht. Po që jetën, rinia është e përjetshme. Ne kalojmë brez mas brezit dhe të shikojmë adetarin dhe marsin e komit. Atë vynë ka kalu shumë me përpjesi, njohësha jena edhe na pak fajtor. Na fani biton. Atëherë ju preparoni dhe na gëzoni. Do me thënë, kur juve lëvizni, shkoni nëpër botë, merrni edhe mësime, po, se na duhet për shtëpinë time, për adhën tonë. Me pro eksperiencë është mirë. Ju një gjëmë fjallën me shumë dëshirë, por mos e prish kur shtëpinë e vjetër pa ndërtu terren. E kalan testamentet popullit. Ndoshta kena shumë kollosa në jetën tonë të përditshme, ndoshta më referohen edhe ju. Miku jem Paul, për në një personazh të historisë tonë, shëmbullore, lumshna, se të lavdoj. Mësues Pali, që ke rrethuar nga ditaret. Unë nuk gëzova shumë, sepse në këto rreshta unë po gjej veten time. Ne nuk kim qanë bashkëpunëtor bashkë atëherë, pa ama në këto rreshta po gjej urdhrat e punës të viteve 80 dhe për fat mirë ti po lexoke Dom Nikol Kaqorin. Edhe unë nuk gëzova shumë se tek libri Dom Nikol Kaqorit ja gjeta dhe pasardhësin tim. Dom Mark Bibaj. Bashkëpunëtor, famultari për latit, bashkëpunëtor i luftës Dom Nikol Kaqorit. Edhe me këta ditaret e tuja, unë do rikthehem her pas here që këtë një thesar, jo vetëm për ty, po për kulturën mirditore, të cilët nuk do të rrinë të vdekur. Përsëri miku em, për kombin, për të shikimin ton gen mas genit, ju falenderoj që keni marrë një drejtim mjaft e adetar të qoftë puna e marë. Du me thënë se e shkrumja mbetet. E kanë të antiret para nesh, edhe të lutem, sepse mosha e ban punën e vetë. Unë tani e kam një farë moshet, jam 79 vjeç, por jam gjelosh, kështu më duket vetja. Do jap aq sa munem për kombin tim. Je gjelosh vërtet. Me është kënaqësi për mua, është kënaqësi që unë vjen nga një familje fetare, abetare, të përshnes
publikisht. Kardinali jem Dom Ernest Troshani. Dom Ernest Simon Troshani. Ju keni kënë bashkëpulltare me halën time, Mrika, Mark, Gjen Soli, nga Kalmeti. Unë kam dokumenta, kam edhe jetë shkrimin e halës time, që ajo pasqyron, po, hala ime, ajo pasqyron, kur keni dalë nga burgu, keni ardhë në Kalmet, në Troshan, në Fisht, kanë me bicikletë. I në Rumi Kardinal. Dihet që nuk jena të përjetshëm, por jena në jetë gjatësinë e frymës shenjte. Edhe unë isha për prift, nuk u bona me falë kardinal. Unë do të takoj patjetër. Do kënaqemi dhe do t'jap edhe fotografie të motrës e Mrika e Mark Solit, edhe takimet tona, edhe kujtimet tona, edhe vujtjet tuaja. Faljo Zot se nuk din shka bëjnë. Është një postulat tepër fantastik, misterios i Jezu Krishtit. Faleminderit. Edhe ty faleminderit.